Shoqata për një shoqëri të shëndetshme po zbaton një projekt të ri për përmirësimin e aksesit dhe transparencës në kujdesin shëndetësor në bashkëpunim me organizatën INAK. Një ndër komponentët kryesor të këtij projekti është ndërtimi i hartës digjitale të shërbimeve shëndetësore, e cila synon të ofrojë informacion të lehtë, të përditësuar dhe lehtësisht të aksesueshëm për qytetarët. Në kuadër të këtij projekti u zhvillua një takim me pjesëmarrjen e personelit shëndetësor, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe qytetarëve, ku u shkëmbyen ide dhe propozime për ta bërë implementimin e hartës digjitale sa më efikas dhe të dobishëm për të gjithë kategoritë e përdoruesve. Takimi u drejtua nga mjeku i mirënjohur Edmond Laho, njëkohësisht edhe drejtuesi i organizatës. Në këtë diskutim të frytshëm, pjesëmarrësit ndanë ide dhe sugjerime të vlefshme të mbështetura në përvojën e tyre të përditshme në sistemin shëndetësor. Sipas përfaqësuesve të personelit mjekësor, iniciativë e tillë do të sjellë përfitime të ndjeshme për komunitetin dhe profesionistët e fushës, duke e bërë më të lehtë orientimin në shërbime, transparencën dhe planifikimin e kujdesit shëndetësor. Si fillim dua t'ju përgëzoj për këtë projekt. Unë e shikoj që është shumë frytdhënës, për arsye sepse qytetarët kanë nevojë për të marrë një informacion dhe në mënyrë digjitale është akoma më i aksesueshëm, sidomos edhe për pjesën e të rinjve, sepse janë të rinjt ato që nuk kanë informacion më shumë se ku ndodhen qendrat shëndetësore. Sa i përket moshave të treta, mendoj që fillimi do të jetë pak i vështirë, por duke zbatuar ato që neve diskutuam në takimin e sotëm, mendoj që do të jetë më i lehtë aksesi i tyre. Gjëja më e rëndësishme që është tek komuniteti është informacioni. Dhe në fakt informacioni është gjysma, ne i themi gjysma e punës, sidomos edhe në shëndetësinë, sepse nëse lokalizohet një pacient i cili shkon aty ku duhet, pra merr dhe shërbimin sa më shpejt dhe merr dhe problematika zgjidhet sa më shpejt. Ky projekt është edhe shumë ndihmues për marrëdhëniet midis mjekut dhe pacientit, për mbarvajtjen dhe ecjen e tyre, sepse në këtë mënyrë edhe pacienti është i drejtuar më saktësisht drejt vendit ku duhet marrë shërbimin, edhe mjeku ka më shumë kohë që të merret me anën e tij profesionale dhe jo me komunikimin e tepruar në thonjza me pacientin.